Laert Vasili ka çuditur jo pak publikun kur ka folur për të kaluarën e tij, sidomos për një ngjarje të pakëndshme që i ka ndodhur në moshën 10 vjeçare. Për ta bërë publike këtë gjë, Laerti priti jo pak për 40 vite dhe u shpreh se tashmë ndihet më i qetë që tha një të vërtetë e jetës së tij. Aktori është shprehur se dy prindrit e tij i ka patur ushtarak, madje mamaja ende duke se ruante disa qëndrime dhe sjellje ushtarake të atyre viteve. Mamaja e Laertit u shpreh se ajo i ka shërbyer atë dheut në vitet e komunizmit. Por Laerti ka sjell një anë tjetër të medaljes, që nuk u vure te mamaja e tij. Ai ka folur personalisht për Enver Hoxhën dhe borxhin që ai ka familjes Vasili. Sipas Laertit, Enver Hoxha i ka hyrë në hak prindërve të tij, duke i bërë gjëmën. Pa besinë e udhëheqësit komunist, ai e cilëson si më të tmerrshmen. Por çfarë ka ndodhur në familjen Vasili? Laerti tha: "Para se të lindja unë, prindrit e mi solën në jetë një vajzë. Kur ajo ishte 6 muajshe, ka humbur jetën, sepse kur ka shkuar për të bërë analizat, i kanë marrë një sasi më të madhe të lëngut të jetës." Kjo ishte skema që kishte ndërtuar Enver Hoxha për të zgjatur jetën e tij, dhe këto gjëra mjekët i bënin për të rigjeneruar udhëheqësin. Vasili tha se kjo histori ka ndodhur edhe me shumë fëmijë të tjerë, jo vetëm me motrën e tij, por askush nuk flet për këto gjëra. Ai tha se nëna e tij, kur ishte shtatzan me të, iku në Delvin, pasi kishte frikë që fëmijën ta lindte në Tiranë. Kjo deklaratë e Laertit ka tronditur jo pak publikun shqiptar, sepse këto gjëra tek ne konsiderohen plotësisht të papranueshme.